Po, pra unë ju këshilloj që të merrni një shishe me ujë, domethënë qelçi dhe ta vendosin para muzikës së pitit, Lotus Ocean, dhe ngarkon ujin, pra me energji shumë të mirë, është njësoj bëhet si ujti i lumit. Dhe gjithashtu, ajo që është e rëndësishme, ujtit tuaj mund t'i hedhim pak që ta bëjmë, sepse ujti që pim në ditët e sotme, pra në shtëpia këto, ose që blejmë, është ujti i vdekur, nuk është ujti i lumit ose ujti i gjallë. Dhe sido që tjetë, ujtin pra mund t'i hedhim shishës gotës së ujtit, mund t'i hedhim pak pika krip dhe pak pik limoni, jo shumë, 2 pika limon, 2 pika krip, ujtit, dhe ai ujti bëhet më i mirë dhe më i shëndetshëm për neve, për ta pirë. Sidomos në verë. Unë tani e bëj me portokalla për dita, që i ta se shtaj që e mira është që limoni t'jetë gjatë verës, tani në dimër vërni portokallën, dhe bëj me portokallë. Shumë mirë, ju i keni dhe nga pema. Kurse unë dhe i blenë dyqan, janë kaq si shalqi.